pranë personave në nevojë. Dhe mos harrojmë betejat e tij, fjalimet e tij, letrat e tij, të cilat i drejtoheshin dhe shumë herë fuqive më të mëdha në botë dhe sidomos personave siç është problemi i emigracionit dhe politikave që shumë qeveri nëpër botë kishin mjaft të ashpra ndaj emigrantëve, sidomos atyre ilegal. Pra, komenti është... Alba, a është herët të flitet tash për një prijes të ri në Selinë Shenjtë, për një papa të ri, apo thjesht fillimisht besimtarët duan që t'ja japin lamtumirën siç duhet e pastaj janë ato ceremonit për papën e ri në Vatikan? Sipas gjithmonë asaj kushtetutës së brendshme që kanë rituali i tillë, flitet se të paktën nga 15 ditë nga dita e vdekjes së Papa Franceskut, pra prej sot, do të nisë punën konklavja e kardinalëve, të cilët do të zgjedhin edhe papën e ri. Emra ka shumë, diskutohet se ndoshta është momenti të jetë një papa italian. Ka parashikimet se ndoshta mund të jetë dhe një kardinal nga Kongo, dhe ai ka qenë mjaft i lakuar si një mundësi e vijimit të një papati e kësaj reforme, i revolucionit që Papa Francesco nisi në Selinë e Shenjtë. Megjithatë, kjo varet gjithçka nga vota që do të jetë e kardinalëve. Për kuriozitetin tuaj, konklavja kardinalëve ka 252 kardinalë, vetëm 138 prej tyre kanë të drejtë vote, pasi vetë Papa Francesku me reformën e tij ka përjashtuar që kardinalët që janë mbi moshën 80 vjeçare nuk mund të jenë kandidat të mundshëm për të bërë papë. Dhe janë vetëm 138 që përmbushin këtë kriter, por kjo nuk do të thotë se të 138 mund të vinë për të votuar, mund të jetë një zgjedhje tyre, siç ka ndodhur dhe më herët, kur u zgjodh Papa Ratzinger apo kur u zgjodh dhe Papa Bergoglio, që mund të jetë një numër më i limituar i kardinalëve që votojnë, dhe ajo çfarë flitet është se vota duhet të jetë 2/3 e votës së kardinalëve, pra të cilët do të japin dhe emrin e papës së ri. Por unë mendoj se këto 4 javë që Papa Francesku ka qenë i shtruar në Spitalin Gemelli, dhe gjendja e tij ishte shumë e rëndë, mendoj se edhe ju e kujtoni, kanë qenë një lloj parapërgatitje dhe për kardinalët për të kuptuar dhe për të organizuar qoftë me grupimet e tyre për të bërë një listë emrash të mundshëm për të vijuar drejtimin e Selisë së Shenjtë në Vatikan. Dhe këto orë, në këto çaste, të gjithë kardinalët nëpër botë, pasi ata nuk janë të pozicionuar në Selinë e Shenjtë, kryejnë punën e tyre kudo ku janë emëruar për të drejtuar kishën nëpër botë, po vinë për të qenë jo vetëm në serinë martore të Papa Franceskut, por mbi të gjitha dhe në konklaven e kardinalëve. Këtu në Pallatin Apostolik që ju shihni, rreth orës 8 të mbrëmjes, u mbajt ajo homelia apo mesha në nderim të lutjes dhe shpirtit të Papa Franceskut dhe më pas një grup i caktuar nga Selia e Shenjtë, mes të cilëve dhe kardinali Pietro Parolin, sekretari i shtetit i Vatikanit, kanë shkuar në monastirin, në hotelin Santa Marta, ku Papa Francesku jetonte dhe ku ndodhet ende trupi i tij. Dhe këtu prandaj dhe rregullat e sigurisë janë shumë të larta, sepse pritet në orët e para të mëngjesit të mbërri trupi i Papa Francesku dhe të nis ai rituali që do të jetë për të nderuar figurën e tij. Alba, për fund Edi Rama, kryeministri në Shqipëri, e cilësoi si mik i madh dhe i paharrueshëm i shqiptarëve, cili ka qenë ndoshta raporti i Papa Franceskut me popullin shqiptar, që ta rikujtojmë kështu në ditën kur edhe ndroi jetë. Së pari është se Shqipëria që vendi që ai zgjodhi për të